Përshëndetje nga një vlog tjetër. Sot është një ditë shumë e bukur, është me diell, jemi shumë ngrohtë edhe ka ndodhur disa gjëra shumë të bukura, të cilat nuk i ndaj dot për momentin këtu me ju, por do t'i ndajmë më vonë. Unë isha tek pasticëria, vazhdoj të shkoj atje, besoj se të shkoj edhe për disa javë të tjera, derisa ta përfundoj. Edhe mbas aty shkova bëra pak supermarket, duke qenë se nuk kisha bler asgjë gjithë të javë, edhe nuk kisha shumë gjëra në shtëpi. T'ju bëj shpejt e shpejt një supermarket haul. Mora një kefir. Kisha shumë ditë që se merja, po thash hajtë se po e marr. Mora një kos grek për të zënë qumshin që kam nxjerrë që dje dhe nuk kisha kos. Kështu që mora këtë të greku, duke qenë se është më mirë dhe duaj që të më dali kosi akoma dhe më mirë. Mora këto tortilla që janë vegane, unë po kërkoja shumë për nga këto pitet që t'i ishin pa gluten, edhe për miell pa gluten, por nuk gjeta fare, nuk e di nëse dini në një vend ku mund të gjej. Unë kisha kërkuar në internet dhe më diti që të shpari kishte, por nuk kishte fare, madje kam dhënë goxha atje duke i lexuar sepse ishin të në italisht. Edhe si përfundim, mora këtë të Olës që është një miell integral. Besoj se do ketë gluten, po tani nuk kam se ç'a bëj, nuk gjeta. Në qoftë se ju më keni në një sugjerim se ku mund t'i gjej, më thoni dhe të shkoj ta marr. Mora fileto pule mbas shumë kohësh, por vërtet më kishte shkuar mendja edhe të bën mirë të hash fileto pule, kështu që u detyrova e mora, ajo më tha që janë të mira. Tani nuk e di se si do jenë fiks. Tjetër çfarë kam marrë? Se i hoqa disa nga qesja që mos t'i kisha të rënduara. Mora këtu patate të ëmbël. Mora ton, duke qenë se e konsumoj goxha, dhe një qumësht bajameje, që është pa sheqer, thot kjo. Shpresoj tani tjetë e mirë. E kam provuar më duke këtë me bajame, kam provuar të sojës, kam provuar edhe një lloj tjetër, po që tani s'po më kujtohet. Ndërsa këtu tek lagja, mora edhe disa fruta perime, si për shembull speca, mora kastravec, mora disa kungulleshka, se do bëj nga to qoftet me kungulleshka, që kam pas treguar shumë video më përpara, por janë shumë të shijshme. Mora koper edhe majdanoz. Çfarë morën tjetër? Mora domate. Dhe këto, domate, speca, kungulleshk, kastravec edhe majdanoz dhe koper. Tani duhet i vendos të gjitha këto në përvende dhe të përgatisim drekën. Duke qenë se mora këtë pataten e ëmbël, kam menduar që ta çaj në gjysmë, ta vendosim në furrë për të pjekur dhe do ta bëj të mbushur. Do na duhen spec, do na duhet misër, mendoj të skuq pak fare edhe fileto pule që t'ja pusim brenda, t'ja bëj copa të vogla, t'i përzijem bashkë me gjitha këto perime dhe të mbushim këtë. Edhe përgatitet gjithashtu edhe me një lloj salce me kremin e djathit, ja hedhim sipër dhe del shumë e mirë. Shpresoj të dalë shumë e mirë, por nga gjithë këto përbërësit më duken shumë interesant. Tani të vendosim këto në përvende dhe vazhdojmë me përgatitjen e drekës. Përpara se të nis me përgatitjen e drekës, dua të bëj pak brumin e thartuar që do të na duhet për bukën. Unë këtë brumin do ta zë që sot, do ta bëj që sot, domethënë, edhe mbase pas nesër do nis me bërjen e bukës, sepse duhet ta lëm rreth 2 ose 3 ditë jashtë në diell që ajo të fillojë të thartohet. Tani unë kam parë recetën e Blerina Bombaj, duke qenë se ajo e ChatGPT-s na kënaqi. Dhe na duhet. Atëherë, mua këtë recetën në fakt ma tregovi një vajzë e cila e ndjek dhe më ndjek në Instagram, Aurela, të cilën e përshëndes, dhe po bënim një ditë muhabet për sa i përket ushqimeve pa gluten, pa laktoz, dhe ra muhabeti dhe tek buka. Dhe ajo më tregoi që përdorte këtë recetën e Blerinës dhe i dilte buka shumë e mirë. Tani, për të përgatitur brumin e thartuar, për 1 kilogram miell besoj se është kjo, sepse nuk e ka shënuar se sa kile miell ka përdorur për bukën, por duke qenë se unë do përdor vetëm gjysmë kile miell, sepse dua të bëj një bukë të vogël edhe e çoj goxha ditë.
do të na duhet 3-4 lugë të mëdha me kos, 2 lugë miell integral, 2 lugë miell të bardhë, 1 lugë mjalt, do t'i përzijmë të gjitha bashkë në një kavanos, të cilën do ta mbulojmë me kapakun e saj ose me pelikull dhe do ta lëmë për 2 deri në 3 ditë. Tani, duke qenë se këto masat janë për më shumë miell, unë do përdor 1 lugë miell integral, 1 lugë miell normal, gjysmë lugë mjalt edhe 2 lugë kos. Dhe tani do filloj me përgatitjen, t'ja u tregojmë dhe juve se si do dali. Tired of fitting in, wanna do something well different. I'm thinking brand new thoughts, so futuristic. I'ma take time out, gotta get my mind right somehow. Awakening the force, feeling mystical. You've been on my line, I stay busy grinding. I ain't got the time, got business to be minding. I'm a boss, you know this. I'm a boss, you know this. Përshëndetje nga dita tjetër, sot është ditë e kam humbur fare në fakt sensin e ditëve, sot është e premte. Unë dje regjistrova, do me thënë deri tek bërja e drekës, më pas mbas dite dola me një shoqe, edhe nuk është se ju mora me vete apo të hapja kamerën dhe të regjistroja ndonjë gjë. Sot mendova të hapja përsëri kamerën edhe t'ju tregoj se çfarë do bëj gjatë ditës së sotme, pavarësisht se sot jam çuar me një debelizëm të papar, nuk e di pse nuk më bëhet asnjë gjë. Ora është gati 10:30 e mëngjesit dhe unë nuk kam bërë asgjë, përveç se kam bërë një dush, nuk kam bërë asnjë gjë tjetër. Edhe kam menduar sot të merrem pak me dollapin e rrobave të mia, duke qenë se kisha disa rroba. Solla edhe kur erdha dhe është bërë një rrëmuj e madhe, nuk është se i kam rrëmuj, po thjesht më janë përzier që të gjitha, edhe duhet t'i seleksionoj pak, duhet edhe t'i ndaj se qa do mbaj dhe qa nuk do mbaj, qa do marrë me vete kur t'i ki prap në Finland. Duhet pra t'i seleksionoj që këtu në shtëpi, po thuaj se mos lë fare rroba, sepse nuk është se do më duhen prap. Disa gjëra dua që e di që i kam të sakta dhe i kam të mira dhe që nuk i kam veshur më apo i kam veshur një herë ose 2 herë, mendoj që t'i shes kur të shkoj në Finland, duke qenë se unë kam hapur një llogari në Vinted, por nuk e kam përdorur asnjëherë, madje nuk kam nxjerr asnjë gjë për shitje, duke qenë se këtu në Shqipëri nuk është se funksionon, edhe dua të merrem vet kur të jem në Finland. Edhe kam disa gjëra këtu të mira, rroba të sakta, të cilat dua t'i marr edhe t'i shes atje. Nuk e di sa doja dal që t'i marr të gjitha ato që kam menduar, por disa më të mira do t'i marr. Dhe kështu e kam menduar ditën e sotme të merrem pak me dollapin e rrobave, me organizimin e tyre. Do pres disa lule që më kanë dalë tek obori, janë disa trëndafila dhe shqyr që kanë dalë disa trëndafila, sepse ato lule që mora herën e kaluar nuk kanë rezistuar as edhe një ditë, edhe po t'ja u tregoj tani se si janë bërë, tani kanë kaluar disa ditë dhe normal që janë në atë lloj gjendje, por që ditën e nesërme ato u varën edhe nuk ishin fare të bukura, në gjendje tamam siç duhet të jenë lulet e freskëta kur sapo i ke bler. Nejse, do t'i heqim, do vendosim trëndafilat, do merremi pak me rrobat. Sot kam menduar të gatuaj një gjell të thjesht, më ka shkuar mendja për gjell me patate, dhe t'ju tregoj pak, të shkoj ta marr pak tani kavanozin me brumin e thartuar që kemi zënë që dje. Nuk është se po shikoj ndonjë rritje në vëllim që ajo të rritet më shumë. Nuk e di mbas sa ditësh do rritet, por tek postimi i Blerinës thoshte 2 deri në 3 ditë. Ajo bën tani 24 orë që e kam zënë, nesër 48 orë, që i bie 2 ditë, edhe nesër mendoj që ta zë bukur. Nuk e di se si do të na dalim me atë brumin që kemi zënë. Atëherë, kjo është kavanozi që e krijuam dje, brumin e thartuar, dhe është në këtë konsistencë. Më duket sikur është njësoj që nga dje. Nuk është se ka aromë të thartuar akoma, por nuk e di nëse do bëhet diçka.
edhe Blerinës që ja pash tek postimi që po përgatiste bukën me brumin e thartuar, në këtë konsistencë ishte. Tani nuk e di nëse duhet të rritet apo jo. Unë kam parë edhe në Instagram, është një zonjë, Natasha's Baking e ka emrin, është e huaj, edhe ajo bën bukë shumë të mira, duken shumë të shijshme dhe në pamje shumë të bukura. Edhe ka një video në highlights se si e përgatit brumin e thartuar për të përdorur bukën. Edhe asaj i rritet shumë në vëllim, nuk e di, arrin domethënë të mbushet plot vaze, nuk e di pse kjo nuk është rritur akoma, mbase është herët akoma, po se di. Kështu që do i provojmë të gjitha këto mënyra, derisa të arrim të bëjmë bukën e duhur. Tani do të çohem, do merrem pak, do zbres poshtë në fakt, do këpusim trëndafilat që t'i vendosim tek vazoja me ujë, edhe të merremi me organizimin e dollapit. The summer rhythm, my summer beat. I'm looking for my summer beat. Sistemova pa kuzhinën, sepse ishte për pak rëmuj, hoqja të gjitha enët, edhe pse kam një dy enë të tjera për të larë, por thash, përpara se të nis me rregullimin e dollapit, do bëj dhe një cappuccino. Do doja të kisha frappe, por nuk kam, edhe nuk kam ndërmend ta blej tani për këto muajt e fundit që unë jam këtu, javët e fundit, edhe do e bëj cappuccino të ftohtë, me qumshin e bajames që bleva dhe nga tje. Nuk e di, dua shumë ta bëj me shkum, nuk e di a do bëhet, do e ra pak me atë që bëj shkumën e frapes, dhe të bëjmë kafen, ta marrim pak me qetësi, i rregullova dhe trëndafilat, ja u tregoj pak sepse i vendosa këtu tek banaku i kuzhinës, nuk i çova tek tavolina e bukës, aty çova ato shkopinj që mbaj unë, po që janë shumë të lezetshëm dhe ngjajnë shumë bukur, ndërsa këtu lash to trëndafilat roz. Sa bukur kur bën kopshi, trëndafila dhe lulet që unë i kam shumë qef, nuk e di, më përpara si kam pasur qef fare dhe madje mami im është e fiksuar me lule, do me thënë, ajo çdo të shtun që bëhet pazari aty në zonën ku jeton në Athinë, mami ble vetëm lule, edhe më përpara i thosha, çaj do mami, çi do me thënë gjitha të lule, sa ajo ka plot, do me thënë një lloj luleje e ka 2-3 herë, edhe aq që fiksuar që është. Edhe gjithmonë i thosha çi do, ku do i çosh, me gjithë lule, ç'a janë këto. Ndërsa tani doni ju që kur ke shtëpinë tënde edhe ke qef ta mobilosh siç ke qef ta mbushësh me lule, pavarësisht se ne aty në final nuk është se na harrojnë shumë lulet, nuk shkojnë, më shumë më gjatë shkojnë këto që janë jeshile, ato që më kanë ngelur, ato harrojnë në Finland. Por kam menduar që kur të shkoj tani në Finland, se e tha shumë herë, kur të shkoj tani atje, të rregulloj pak balkonin, edhe kam menduar që në fund fare, nuk e di nëse mbani mend siç është balkoni, në fund fare do marr në IKEA ose në Jysk ose nuk e di, ose në Temu, mbasi gjej një gjë të lirë aty, në një si punë raftesh të thjeshta që ta vendos në fund, edhe të vendos vazo të ndryshme, për shembull, të vendos majdanos, të vendos koper, bërzilok, mente, ti kemi këto erëzat në shtëpi. Edhe atje zjat ajo koha e mirë 4 muaj, pothuajse deri në shtatori, zjat koha e mirë. Kemi dhe diellin, edhe pse mos ti kemi këto muaj, këto perimet ose këto erëzat e stinës. Kështu, do me thënë më shfutur dhe mua ky qefi i luleve, perimeve, të mbjella në shtëpi, madje parë se të nis me përgatitjen e kafes, se kështu e kam nga një muhabet në një tjetër, t'ju tregoj pak se sa janë rritur lulet që kam mbjell tek vazot, edhe sallata jeshile që kam hedhur fara, edhe farat e luleve. I hodha pak ujë tani dhe duket që sikur janë rritur goxha, janë zgjatur, edhe inshallah bëhen derisa të jem unë këtu. Kjo këtu është sallata jeshile dhe shikoni pak sa e rritur është bërë. Shikoni sa është zgjatur, edhe pse se do mbushet plot edhe do rritet, do ja kaloj dhe vazos madje. Këto janë lulet e tjera, i kam vendosur një nga ky hekuri që kisha këtu në shtëpi në mënyrë që të rinë drejt, sepse iknin çeksi shtrëmbër. Këtu janë këto farat e luleve që kanë dalë, dhe aty ka lule të vockla, ja ta afroj pak, ja ka janë lulet. Dhe këto janë të gjitha. Edhe bërziloku, shikoni pak sa i bukur është bërë bërziloku, është zgjatur, është mbushur më shumë, edhe nuk mbahet brenda në kuzhinë sepse ajo do dritë.
Nuk e di se si po m'ikën kjo dita sot, por e di që si ta nisesh ashtu do ta bitisësh. E kam nisur si me dembelizëm për toj dhe kështu po më shkon. Kam bërë kafen, cappuccino, edhe nuk është se më doli shumë e mirë, sepse duhen edhe mjetet e duhura për të bërë një cappuccino, por është e mirë, pihet. Fola pak me shoqen time Adelën, edhe i thash hik tani se m'le pa punë, sigur ma kishte fajin ajo, edhe të nisim pak me organizimin e dollapit. Unë po ri shumë thjesht, me një bluzë të thjesht me mëngë të shkurtra, edhe këto tutat e gjumit. Si që dini dhe e shihni, dita ka nisur shumë me dembelizëm edhe as se kam dërmend që të vesh diçka tjetër për të bërë video, dorim kaq thjesht. Do t'rregojmë thjeshtësinë edhe që na karakterizon. Tani, gjendja e dollapit tim. Rromuj. Nuk është në gjendjen më të mirë, e kam bërë lëmsh, janë përzier të gjitha rrobat, do t'i nxjerr që të gjitha, do t'i seleksionojmë, do hedh ato që nuk bëjnë fare, ato që janë të mira do t'i mbaj për t'i shitur në Vinted, siç ju thash, edhe t'i kemi gati që kur të shkoj atje t'i postoj direkt fotot dhe të nisim me shitjen e rrobave. Nuk e di se ç'më ka thënë mendja, por para 2 vitesh 3, kur isha pak më e shëndosh, nuk është se e kam kaluar ndonjëherë peshën time normale, por kur isha pak më e mbushur, doli kjo moda e të mbajturit, edhe është akoma, e të mbajturit të xhinseve shumë të gjëra, por nuk e di se ç'më tha mendja dhe shkova i mora numrin 40, kur unë jam numri 36, ndonjëherë 38, varet nga materiali i xhinsit, por më shumë 36-ta, edhe kam marrë këto në numrin 40. I kam veshur vetëm një herë, edhe mendoj që t'i nxjerr për të shitur në Vinted, sepse janë të Zarës, janë veshur vetëm një herë, janë të reja, nuk i kam përdorur fare, ka këto grisjet këtu, domethënë janë super të bukura, po nuk më bëjnë, më rinë shumë të mdhaja edhe më bien. Kështu që këto do t'i marr dhe do t'ju bëj në një foto, madje më duket e kam një foto kur kam qenë në Greqi që e kam bërë me pamje nga Akropoli, edhe mbase nxjerr ato ose bëj në një foto të bukur për t'i nxjerr këto. Madje këtë punën e Vinted e kam menduar bashkë me Rajn, që shoqen që keni parë në vlogjet e mia, që është në Finland, edhe ajo ka rroba të saj shumë të mira, të cilat nuk i vesh më dhe nuk i do më, dhe kemi menduar që të hapun këtë kanalin, këtë llogarinë e Vinted, edhe t'i nxjerrim të dyja bashkë rrobat tona atje tek ky aplikacioni. Tjetër, kam gjithashtu këto fundet e Zarës, të cilat i kam marrë me vete nga Finlanda për t'i veshur këtu. Këto nuk do i shes sepse i kam shumë qef edhe vërtet më shkojnë e më rinë shumë mirë. Kam gjithashtu këto getat e Zenis që i kam veshur vetëm një herë, por normal që do t'i mbaj, këto nuk do i shesim. Kam këto xhinset nga Zara. Këto mendoj t'i shes, duke qenë se kam edhe ato që i kam shumë komode dhe i vesh në përditshmëri shumë herë. Janë këto të Zarës, këto i kam veshur 2 ose 3 herë, më shumë nuk është se i kam veshur. Edhe këto janë të Zarës, se tani nuk po i mbyll dot. Kanë këto kopsat kështu që duken nga jashtë, me këto xhepat kështu, vin kjo stili i hapur në fund. Edhe mendoj që edhe këto t'i shes, sepse nuk është se i vesh. Nuk e di pse, po unë bie rahat në disa xhinse, edhe i haroj fare t'i vesh këto. Mbase i vesh dhe një herë tjetër para se t'i shes, por nuk e di. Po i lë një herë te këto që po i veçoj edhe po i lë për Vinted. Tjetër, rrobat të tjera. Kam këtu pulovrën, të cila është shumë e bukur. E ka veshur 2 herë, më them 3 herë, nuk e di. Por problemi me këtë bluzën është se kur unë e bleva, ja kam hequr pak edhe etiketën, është e Zarës normale, kur unë e bleva këtë bluzën, nuk e mora në masën medium, e doja medium në mënyrë që të më rinte pak oversize,
sepse unë e kam shumë bezdit tek rrobat, sidomos tek bluzat, që t'i kem të ngushta, sidomos këto që janë materiali lesh, që janë materiali trikotuar edhe kështu. Këto i kam shumë inat kur më rinte mëngët pak të ngushta, më japin një si bezdisje. Edhe kjo më jep këtë lloj bezdisje dhe mendoj që ta shes, shikoni pak sa e bukur që është. Ka këtë jakën kështu, sikur je ato nxënëset në shkollë, është e shkurtër, jo e gjatë shumë, domethënë deri tek barku, poshtë barkut, edhe mëngët i ka të gjata, thjesht unë nuk e mbaj sepse më ri shumë e ngushtë tek pjesa e krave. Edhe këtë mendoj ta nxjerr për të shitur. Gjithashtu e shikoni edhe këtë fundin. Këtë nuk e kam veshur as edhe një herë. E kam bler këtu në Tiranë tek Bershka, është e masës S dhe vjen në këtë materialin kështu si, nuk e di si stof, si kadif, nuk e di si quhet, me këtë ngjyrën mustardh, është i bukur për besoj në vjesht, edhe në dimër mund ta vishni, por duke qenë se atje ku unë do jetoj është super ftohtë, as se kam në plan ta marr dhe ta vesh, kështu që edhe këtë do ta nxjerr në shitje. Kam një këmish të HM-s, kjo është shumë e bukur, se ja kam nxjerr bojën, e kam veshur shumë herë, por nuk e di nëse do ta marr me vete për ta veshur, apo ta nxjerr më mirë për në shitje. Edhe kjo është shumë e bukur, nuk ka asnjë lloj defekti, domethënë është shumë e bukur dhe kjo. Kjo është e HM-s dhe është e masës, më duket është S-ja, po. Në përgjithësi rrobat i kam të masës S. Tani kohët e fundit kemi filluar pak nga M-ja, në mënyrë që të na rim pak të lirshme, por që në përgjithësi janë të masës S. Këtu kam një palë xhinse, këto do t'i hedh sepse nuk i vesh më dhe nuk bëjnë përqitur, janë qarë më shumë këtu te gjuri dhe nuk ja vlen t'i mbash. Këto do t'i hedhin. Nuk do mbajnë më gjëra që nuk na hyn në punë dhe që nuk ja vlen t'i mbash. Këtu kam xhinse Zara, ngjyrë qumshi, këto janë xhinset që unë i vesh edhe do i mbaj. Këto janë xhinse të tjera të Zarës, të cilat do t'i mbaj, mendoj se do t'i mbaj, mbase i nxjerr dhe këto në shitje, por mendoj se do t'i mbaj. Më pas kam këtu, një nga të preferuarat e mia, i kam veshur disa herë, por problemi me këto është që janë masa extra small. Edhe nuk e di se ç'më tha mendja kur i mora, që e mora në masën extra small, sepse edhe kur i provova për herë të parë, kisha pak bezdi këtu te pjesa ku mbyllet kopsat, më kërcet barku kështu sipër, nuk e di jam kuptoni kur diçka ju ri shumë e ngushtë. Edhe i bleva, sepse më shkojnë shumë këto lloj pantalonash që janë të gjata, por do t'i shes dhe do marr të tjera. Ti marr tamam në masën time, jo extra small siç kam marr këto. Këtu kam fundin jeans, këtë do e mbaj sepse më pëlqen dhe më shkojnë shumë këto fundet e gjata. Dhe fillojmë tani me pjesën tjetër. Sepse siç e shihni, është kjo ana këtu, është edhe ana tjetër, kam më duket se kam edhe disa fustane këtu lart, të cilat duhet t'i nxjerr, t'i seleksionoj, ç'a do mbaj, ç'a do flak dhe ç'a do shesim. Kam rregulluar vetëm këtë pjesën këtu, i kam rregulluar thjesht, i kam seleksionuar dhe gjysmat i kam hedhur, i kam vendosur këtu poshtë, do i ndaj disa që janë të mira për t'i dhuruar dhe disa që do t'i flak se nuk bëjnë më. Por përpara se të vazhdoj me pjesën tjetër, sepse e di që do kaloj shumë kohë me këto, do bëjmë drekën, do bëj pak gjell me patate, me mish, pule, siç ju thash. E ndërkohë që gjella bëhet, unë mbaroj edhe rrobat e mia dhe që ta kem gati në fund. Kështu që ikim në kuzhinë edhe merremi me gatim.
për rroba më ngellën tani. Këtu kam lënë vetëm disa që janë të trasha, është ky fustani, të cilin nuk dua ta hedh sepse më pëlqen. Këtu kam një bluzë me zinxhir që mund ta vesh kur të vi këtu. Kjo është gjithashtu ajo që unë vesh gjatë përditshmërisë në shtëpi që më mban ngrohtë. Aty janë disa shall, edhe ajo bluza e bardhë që më ka bërë mami dhe atë më ka bërë mami, por duke qenë se nuk i vesh dot në Finland sepse janë super trasha, edhe aty duhet diçka e ngrohtë, jo kaq e trashë edhe xhupat e trashë gjithashtu. Këtu kam fustan, kam këtë si tip këmishe që lidhet në mes, që unë se kam veshur fare, kam veshur vetëm një herë a dy herë, nuk e mbaj mend para shumë kohësh. Këtu është fustani, të cilin e kam larë dhe kam varur këtu. Kam disa këmisha, një palë pantallona të bardha që janë tani që hapet koha dhe janë si tip poshtë gjuri që kanë dalë në modë dhe shkojnë shumë me çdo gjë. Gjithashtu, nga ana tjetër këtu kam jeanset që lash. Aty kam dy fundet, një palë pantallona të holla, streqet e Tizenis, dgetat, jo streqet. Këtu kam lënë disa bluza me mund të shkurte për përditshmëri, për të ndruar. Këtu kam dy fustane, një këtë që bleva tek Zara tani, këtë që më ka bërë Adela dhurat. Këtu, kjo pjesa këtu janë streqe dhe bluza, domethënë për palestër. Ndërsa që na mbyti palestra, këtu kam lënë pijamet, aty kam lënë ato kompletin sportiv të trashin që duhet ta marr me vete sepse më pëlqen shumë. Atje mbrapa kam disa tuta, gjëra për shtëpi edhe pijame, kurse këtu janë bluza me mund të gjata, të cilat këto do t'i marr me vete. Ndërkohë t'ju tregoj pak edhe gjërat që do seleksionoj për të hedhur dhe për të dhuruar, dhe se sa shumë janë për të nxjerrë në Vinted. Nuk e di si do ja dal t'i çoj në Finland këto që t'i shes në Vinted, do më vrasë Gjesi. Atëherë, gjithë kjo pjesa këtu e rrobave kam menduar që do t'i çoj në Vinted për të nxjerrë, për t'i shitur, por nuk e di sa do ja dal që t'i marr me vete, a kam vend apo jo. Ndërkohë këtu, gjithë kjo pjesa këtu është për t'u hedhur dhe disa për t'u dhuruar sepse janë goxha të mira, por unë nuk i mbaj më. Plus disa më rinë të vogla, kështu që është e kot që unë t'i mbaj akoma. I mbarova më në fund, kam për të sistemuar dhomën sepse është rrëmuj. Dollapet i kam mbaruar këto të dyja anët. Tani që i shikoj po më duken pak, po më mirë i hoqa qafe sepse kot i mbaja, as nuk i vishja, disa ishin për të hedhur, disa për të dhuruar se më rinë të vogla, dhe shikoni pak. Te kjo çanta këtu kam futur të gjitha gjërat që nuk më bënin më, që janë dhe për vajza pak më të vogla dhe do i dhuroj. Ndërsa te kjo qesja këtu janë rrobat që unë do t'i hedh sepse nuk t'ja vlente as për t'i dhuruar. Domethënë i kam përdorur shumë, disa mund të kenë një njollë të vogël, edhe kur e jep diçka, kur e dhuron diçka, më mirë ta dhurosh tamam siç duhet se sa ta japësh të dëmtuar, të grisur apo me njolla. Unë këto e kam bërë shumë herë këtë gjë sepse kam pasur pafund rroba, shumë i kam dhuruar, shumë i kam hedhur dhe gjithmonë kur i hedh nuk është se i hedh brenda në kosh, sepse mendoj që dikush mund t'i dojë, ka njerëz që kanë nevojë për rroba, edhe nuk i hedh asnjëherë brenda koshit, por i lë afër rrugës, domethënë përballë me koshin ose ngjitur me koshin, në mënyrë që mos t'i fus brenda, se më vjen keq edhe për rrobat e mia, se më duket sikur po i hedh në kosh edhe sikur do marrin erë dhe gjëra të tilla, por kur të dal pastaj, sepse do dal për të pirë një kafe me një shoqe, do t'i hedh, do t'i çoj, domethënë do t'i nxjerr jashtë, kurse të tjerat, kur të takoj atë personin që do i dhuroj, do ja çoj. Gjella është bërë gati, ndërkohë diçka që doja të thosha, dje mbas dite dola me shoqen Even, që ja kam treguar në një vlog më përpara. Edhe ajo ishte kthyer nga Gjermania dhe më kishte bërë një dhuratë të vogël, të cilën as nuk më kishte shkuar mendja që ajo do më sillte një dhuratë të vogël, edhe pse u ndjeva pak në siklet sepse nuk e prisja, por në fakt ishte një gest shumë i bukur. Edhe e falenderoj shumë dhe o tregoj dhe juve se çam ka sjell, pavarësisht se bluzën e kam futur në kosh për të larë, ndërsa do ju tregoj dy tre gjëra, se një gjë u hëngër, po dy gjërat e tjera. Unë që nga më bërë si e të shmëndur, për s'ka gjë jemi në shtëpi duke bërë punë, nuk do e vrasi mendjen shumë se si jemi katandisur. Atëherë, gjëja e parë që më ka sjell është ky lip oil nga Essence,
ishte shumë i mirë, e provova kur erdha në shtëpi, e mbajta një gjysmë ore, po kur jam në shtëpi them drejtën nuk dua të jem fare lyer edhe nga që ha vazhdimisht, nuk doja që të haja edhe këtë bashkë me ato që haja dhe unë, edhe i fshiva, por që më pëlqeu, ka aromën shumë të mirë, vjen në këtë lloj trajte, tamam lip oil, ja, po të shikoni, kjo ishte gjëja e parë. Duke që se Eva më ka parë që unë përdor shpesh maska për fytyrë, më ka si edhe këtë maskën këtu. Më ka si edhe atë bluzën që ju thash. Edhe gjëja tjetër që më kishte sjell, që unë i hëngra vetëm këtë sot, janë disa mini çokolata të vogla, domethënë nga kaq të vockla, të Kinderit, të Kinderit. E hëngra një dje, një sot. Ndërkohë unë është dita e 4 që nuk po ha budalliqe, tani nuk po ja them vetë, po ja u tregoj që kam ngrënë këto mini çokolatat e Kinderit, po tani nuk hiqen gjërat e ndaluara për një herë, duhet avash të shkëputemi, jo direkt, por që ndihem shumë mirë. Jam me lodhur pak, por duhet të mbledh dhomën, t'i nxjerr këto jashtë, këtë çantën tjetër ta lë këtu, duhet të sistemoj pak edhe këto rrobat që kam menduar për të shitur në Vinted, që t'i lë në një çantë mënjan dhe kur të bëj gati valixhen për të ikur, të mundohem t'ju gjej në një cep në një gjë në mënyrë që mos më zën shumë vend për t'i marrë me vete. Të ha drekën, do bëjmë gati dhe do dalë. Nuk e di se ku do takojmë dhe ku do ta pim kafen, por do doja ta pija në një vend nga ato që kanë dalë tani, për shembull kam dëgjuar për një vend që e ka nxjerrë dhe Diana Dako, që ja shikoj dhe YouTube-in, videot e saj edhe në Instagram, që quhet Noje. Por më duket se është pak larg, është andej nga liçeni artificial, nuk e di në disa rrugica, por nuk e di nëse do shkojmë dot deri atje, që mos humbasim shumë kohë, ose do gjejmë në një vend tjetër interesant. I'll take a rainy day. I'll take a rainy day. I'll take a rainy day. I'll take a Romeo and Juliet. I'll take a Mëngjesi nga dita e tretë e këtij vlogut. Unë jam squar edhe pse jo shumë herët. Rutina ime e mëngjesit fillon rreth orës 6:30 ose 7. Sot u zgjova në orën 8 pa një çerek pas shumë kohësh. Nuk isha vendosur as alarm, as një gjë. Duke qenë se është shtunë, thash pse jo, ta shijoj mëngjesin dhe të fle pak gjumë. Tani sapo i lëshova flokët sepse i kam larë dje në mëngjes, siç ju thash, i kisha kapur gjithë ditën gërshet, edhe kam marrë këtë lloj forme, më janë rritur flokët. Mendoj se mund të më ishin rritur akoma dhe më shumë, duke e njohur flokun tim. Por më duket se nuk i ecën dora atij parukierit ku shkova dhe i lyeva në dhjetor që edhe mi preu. Domethënë nuk kam gati 6 muaj që i kam prerë flokët deri këtu, më duket, edhe mi arritur kaq pak. Por kam menduar që t'i lyej flokët tani në fund të majit. Jam duke kërkuar për një parukiere ose parukier të mirë që i lyen flokët. Kam gjetur njërën, por nuk do shkoj tek ajo, sepse i kishte shumë shtrenjtë dhe nuk më ka lënë mendja që të jap 220.000 lekë për të lyer flokët, kur mund të gjej një vend tjetër që i lyen më pak edhe i lyen shumë mirë, kur do bëjnë të njëjtën gjë, si dikush që e ka pak më pak e si dikush që edhe ajo që e ka më shumë. Kështu që sot do shkoj mbas pasticërisë që të bëj një konsult, mund të them që të më shikoj flokët një parukiere që e kam gjetur tek rruga Bardhyl, tek Bryli, edhe e kam edhe afër, edhe thash e gjeta në Instagram, më doli nga që kur shohin shumë për diçka, vetëm ato na dalin tani në Instagram, edhe më doli kjo vajza që lyente flok, edhe më pëlqeu shumë punimi i saj, domethënë nga fotot që pash në Instagram, e pyeta dhe më tha që më mirë të paraqitesh tek parukeria që të më shikoj flokun dhe të më thotë saktë se çfarë mund të bëjmë, a mund ta bëjmë atë modelin që un kam, lyerjen që un kam qef, dhe për sa i përket çmimit. Por më tha një çmim total, do me thënë nga sa variojnë, ishte më pak se
kjo që kam pyetur në fillim, edhe të shikoj tani se ç'a do më thot, mbasi të mbaroj pasticërinë, do shkoj atje dhe kur të vi në shtëpi do ju tregoj dhe juve për sa i përket flokëve. Por nëse keni sugjerime ose ndonjë vend ku keni shkuar vetë dhe i keni lyer flokët, mund të më thoni që të shkoj t'i bëj dhe unë, ta shikoj një herë në Instagram, sepse tani nuk dim se kujt i besojmë, se gjithmonë shkojmë për më mirë, por nuk dalim të kënaqura. Unë tani do bëhem gati për të ikur tek pasticëria, siç e thash. Këtu kam bërë mëngjesin tim, që kam një këtë lëngur me qumësh bajame, pak kos, boronica, banane, tërshër dhe arra. Del shumë e mirë. E hodha tek këto gotat Leila, ta bëhet gjithën Leila sot, duhet qenë se dhe lëngu është si në ngjyrën Leila. Pip xhami nuk kam, sepse një që kisha e thyeve dhe kam përfunduar me këto tani. Edhe unë ndërkohë që bëhem gati, edhe po pik të. Mos harroj që të them, për sa i përket brumit të thartuar që kam përgatitur për bukën, sot është dita e tretë, e kam thënë që për dje. Domethënë, jo, sot është bën 48 orë. Ja futa kot. Edhe po shikoj pak ndryshim, por nuk e di, me atë vajzën që flas në Instagram me Aurelën, e cila bën edhe ajo bukë me brum të thartuar. Ajo po ma shpjegon domethënë se si e ka bërë vetë, e me ato që po lexoj duhet 4 ditë që ne të bëjmë një bukë. Po besoj se është për brumin. Ky është brumi i parë i thartuar që unë bëj, sepse sa herë që do bëj do lë brum edhe ajo do bëhet akoma më e mirë. Por duhet të kemi durim, sepse nuk bëhet aq shpejt nëse duam të bëjmë vetë bukë në shtëpi pa maja. Do ja u tregoj dhe pastaj se si duket, por unë e kam tani që u çova dhe shkova në kuzhinë për të përgatitur mëngjesin. Atë brumin e thartuar e kam përzier me lugë dhe e përzier 2-3 herë gjatë ditës. E shikojmë tani se si do duket nesër. Besoj se nesër do duket ndonjë ndryshim, ose nga darka do shikohet ndonjë ndryshim më i madh, sepse tani prap duket sikur ajo po ndryshon pak në vëllim, por jo aq shumë sa ta vësh re shumë mirë. Sot ne kemi kohën me shi, vrentur, edhe në këtë blog përveç se po tregojmë receta të ndryshme, një javë plot me receta, kështu mendoj të quaj, po tregojmë edhe parashikimin e motit për një javë. Kështu që shikoni vlogjet e mia që t'ju them edhe për kohën, se si e kemi kohën, por me sa di, vetëm sot e kemi me shi, edhe nesër pak, 40%, pastaj do kemi vetëm diell, do plasim vape dhe do i kërkojmë këto ditët e freskëta. Tani po vazhdoj të bëhem gati, se ngela këtu. Anxhi Gjumashja. Kemi lënë në mëngjes kur kam shkuar tek pasticëria, keni parë dhe pamjet që kam qenë aty. Pas asaj shkova tek parukieria që kisha lënë takim për të parë flokët, dhe do ju tregoj se çfarë më tha. Tani, të gjitha rrotullohen rreth atyre çmimeve. Dikush më pak, dikush pak më shumë, por të gjitha ideja e tyre dhe çmimet e tyre janë njësoj, do të thënë çmimi i tregut është njësoj për të gjitha. Ajo mi pa flokët, duke qenë se unë flokën e kam shumë të thatë, edhe e di, këtë e kam pasur qur kam lindur, do të thënë që fëmijë, edhe deri tani që unë kam bërë eksperimente me flokët, që s'është se i kam lyer shumë herë, por për aq herë sa unë i kam lyer, i kam të thata. Do të thënë nuk është se mi ka bërë boja, po thjesht është floku im origjinali, është i thatë. Edhe ajo më tha që duhet të bësh një 2 trajtime botox, jo duhet të marrësh këtë maskën që unë kam këtu, që deri në fund të majit që ti do që ti lyesh, ta kesh përgatitur flokun dhe të jetë sa më hidratuar për ta lyer me për ta lyer me balajazh. Tani edhe çmimi shkonte pothuajse sa ajo që ju tregova në fillim. Kështu që thash që më mirë po shkoj tek ajo që kam pyetur në fillim fare, që është edhe e mirë, që di edhe që i bën mirë, sepse një shoqe e imja, Adela, që është tek pasticëria, i ka bërë tek ajo edhe është goxha e kënaqur, nuk është se i ka bërë një herë, i ka bërë shumë herë tek ajo dhe ka ngelur gjithmonë e kënaqur. Tani më mirë të shkoj në një vend që e di që i bën mirë, e di që është profesioniste, sesa në një që e kam gjetur në Instagram, ku mund të paguaj pak më pak, por prap të njëjtën gjë do bëj si ajo, sepse boj do vendosi në kokën time, mund të vendosi dhe dekolorant, nuk e di. Trajtim do më bënte kjo e para me kerastas, kjo do bënte një trajtim me botox, kështu që më mirë po zgjedh
këto që edhe i kam dëgjuar, edhe që i di, edhe që kam lexuar që janë produkte të mira edhe ja vlen, kështu që më mirë po shkoj tek opsioni i parë, të cilin do ja u tregoj në momentin që unë do t'i lyej flokët dhe do shikojmë rezultatin nëse do më dalin siç unë i dua. Në fakt ajo që ne duam dhe ajo që bëhet në fakt ka goxha ndryshim, sepse jo çdo flok ka të njëjtin rezultat me ato që ne shohim nëpër Pinterest dhe nëpër shembuj të vajzave të tjera si i lyejnë, sepse nuk mund të na dalin ne njësoj siç i kanë dalë dhe asaj. Kështu, erdha në shtëpi, hëngra drekën, fjeta gjumë. Tani kam pastruar pak të kuzhinën, sepse po laja pak tepsit e furrës, ato katroret, sepse bën me ato pika dhe ato sa më shumë t'i lësh bën më të vështira për t'u hequr. Bleva 1-2 gjëra, si për shembull, më kishte shkuar mendja për të bërë pyrek me qepe domate, por nuk e dia do ta bëjmë nesër, e kam me 2 mendje. Mora këto lloj farash, fara lini dhe fara lule dielli të qëruara, kam dhe fara susami, të cilat do t'i përzej bashkë në një kavanos të madh dhe do e kem për t'i përdorur në çdo lloj gjëje që unë dëshiroj t'i shtoj, por më shumë i mora për t'i vendosur tek buka që do përgatisin. Të marr pak edhe brumin e thartuar 1 sekond, t'ja u tregoj. E kam lënë këtu jashtë e banaku, në ambient jashtë, edhe duket kështu. E ka ndryshuar formën, sepse si e kisha lënë unë, e mbaj mend që i kisha lënë një cep, edhe ajo është përhapur në gjithë vazon, edhe është rritur në vëllin. E kam punuar 2 herë me luk gjatë ditës së sotme, u bën 48 orë në orën 2-3 të drekës, tani kemi hyrë në ditën e 3, do ta lë deri nesër në darkë, dhe nesër në darkë do zë bukën, do përgatis bukën, të cilën do ta lë gjithë natën, në mëngjes do çohem, do e fus në frigorifer dhe kur të kthehem nga pastiçeria të hënën, do ta vendosim për të pjekur, edhe do lëm përsëri brum për të bërë bukë. Shikojmë se si do na dali, sepse nuk e kam lënë ndonjëherë me thënë të drejtën brumin e thartuar kaq gjatë që të bëhet. Shikojmë si do na dali kësaj radhe. Dhe gjithashtu një gjë tjetër. Kam nxjerr këtu brumin e picës që më ka ngelur nga shpari. Ky nuk më pëlqeu shumë. Mbi konadin nuk do vendos asnjë sepse brumi i konadit ishte super i mirë. Dhe do bëj këtë picën që është pak fare brum, sepse do festoj humbjen e 1 kilogramit. Kam humbur 1 kile. Edhe jam shumë e lumtur kur hypa sot te peshorja tek puna, parë që kisha humbur 1 kile. Si humba? Kam domethënë më shumë se 10 ditë që unë nuk ha buk fare. Buk nuk ha fare. Përveç se para ca ditësh që isha te shtëpia Xhesit që hëngra një fet buk, nuk kam ngrënë asnjë gjë. Domethënë në ëmbëlsira nuk kam pasur në shtëpi, përveç se atyre 2 karameleve Kinder që ishin kaq të vockla, nuk e dia ja u tregova, por ishin shumë të vockla që mi solli Eva nga Gjermania, i hëngra një ditë që s'besoj se ndikon një çokoladë kaq. Domethënë mund ta ham diçka, por në mënyrë të balancuar, mos ta teprojmë. Dhe çka kam bërë tjetër, nuk kam pirë as ujë me limon këto ditë, fare. Madje do vendos tani në një gotë ujë me limon me fara qie që ta kem për nesër. Pra kjo, po të heqim sheqerin mendoj unë, nuk do kemi fryrje. Ndjej dhe veten time që nuk e kam ato fryrjen te barku, edhe po i bëj vetes çdo ditë nga një foto para pasysh, në profil edhe para që të shikoj ndryshimin e barkut, sepse më shumë e bëj për këtë pjesë. Tani, ç'a do bëjmë? Do rregullojmë pak këto farat, do bëjmë pica, do jetë një pizza night, do vendos një mask, edhe do lexoj librin ose do shikoj ndonjë film në laptop. Dhe ky ishte vlogu. Nuk e di nëse sa i gjatë ka dalë, nuk e di se ç'a kam kapur, sepse kam rreth një 4 ditë që e ndes kamerën, filmoj ca gjëra, e hap ditën tjetër. Domethënë për ditë nga pak, keni pasur shumë receta, por në fakt them mos ta mbyll që sot. Pse do thoni ju? Sepse nesër do përgatis ato qoftet me kungull. Është e diel, mase do kemi gjëra të bukura për të treguar, kështu që ose do e mbyll që sot, nëse nuk do ketë vazhdim të duket, ose nesër do hap një vlog të ri dhe do tregojmë gjëra të tjera të bukura.
Por unë po ju them një herë natën e mirë dhe të shihemi në vlogun tjetër. Nuk i dihet nëse do filmoj nesër dhe do i bashkangjes kësaj, por gjithsesi po ju them natën, faleminderit që më ndoqët dhe të shihemi për video të tjera.